Propozim ligji për përfaqësim të drejtë nuk e obligon deklarimin e përkatësisë etnike. Policia e kapi që dogji veturat para ambasadës bulgare, presidentja bulgare cilësoi këtë si sulm nga shtetit të saj. Një raport i UNICEF-it thekson se ndryshimet klimatike po ndikojnë negativisht në mirëqenjen e fëmijëve. Inspektorët parandalojnë importimin e mbi 23 tonëve mish pule të ngrirë nga Brazili. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i cili ka kaluar në lexim të parë në kuvend thekson se deklarimi i përkatësisë etnike është akt vullnetar i qytetarëve. Në po të njëjtin propozim ligj thuhet se qytetari ka të drejtë të mos deklarohet për përkatësi ndaj asnjë komuniteti. Deklarimi i përkatësisë etnike është vullnetar, kështu thuhet në pikën 2 të nenit 6 të ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të propozuar nga qeveria, e i cili mbrëm vonë ka kaluar në lexim të parë në kuvend. Në po të njëjtin propozim ligj thuhet se qytetari ka të drejtë të mos deklarohet për përkatësi ndaj asnjë komuniteti dhe se e njëjta nuk do ta pengojë në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të tij, as në pozitën e tij në shtet. Çdo qytetar ka të drejtë të deklarohet lirisht për përkatësinë e tij ndaj cilit do komunitet në shtet. Kjo e drejtë ushtrohet individualisht ose së bashku me qytetarë të tjerë që i përkasin të njëjtit ose një komuniteti tjetër, pa asnjë lloj detyrimi apo presioni. Ndonse përfaqësues të qeverisë dhe deputet të shumicës gjatë prezantimit të ligjit përmendën përgjegjësinë politike dhe shkarkimin e zyrtarëve që nuk e respektojnë ligjin, një gjë e tillë nuk përmendet fare në propozim ligj. Sanksione parashihen vetëm për kandidatët që bëjnë deklarime të rreme. Në rast të konstatimit të keqpërdorimit, do të merret vendim për refuzimin e atij aplikimi dhe kandidati nuk mund të aplikojë në shpallje për një periudhë prej 3 muajsh. Edhe pse propozim ligji vendos mekanizma për monitorim, raportim dhe planifikim të punësimeve në funksion të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, në asnjë dispozitë të tij nuk parashihen sanksione, përgjegjësi politike apo shkarkim të funksionarëve dhe drejtuesve institucional në rast të moszbatimit të ligjit. Mungesa e masave të tilla ka qenë arsyeja e kritikave të shumta të opozitës. BDI edhe sot e ka kritikuar propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Partia opozitare thekson se ky propozim ligj i promovuar nga Vleni është skandalos, pa garanci juridike dhe pa mekanizma efektiv zbatimi. Në anën tjetër, ministri Azir Aliu, i cili ishte i ftuar në debat në Shenja, deklaroi se të jesh kundër një ligji për të definuar procese kombëtare është më shumë se vetvrasje politike. Kanë vazhduar përplasjet politike dhe akuzat e ndërsjella të partive për ligjin për përfaqësim të drejtë të propozuar nga qeveria, e që me shumicë vota shkaloi në lexim të parë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerësojnë se ky propozim ligj i promovuar nga Vlen e sipas tyre i hartuar nga Karakamisheva është një tekst skandalos, pa garanci juridike dhe pa mekanizme efektiv të zbatimit. Sipas integristëve, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, vetëm ligj për përfaqësim adekuat etnik nuk mund të quhet. Veçanërisht, shqetësues është fakti se ligji nuk parashikon kuota etnike, nuk krijon mekanizma institucional për garantimin e zbatimit dhe nuk përmban asnjë sankcion ndaj institucioneve apo drejtuesve që zgjedhin të mos respektojnë atë. Pashë problematik është ndryshimi i filozofisë së përfaqësimit. Me këtë propozim, meritokracia vendoset si kriter primar, ndërsa përkatësia etnike si kriter dytësor. Për ligjin për përfaqësim të drejtë, foli mbrëm në emisionin Debat në Shenja edhe ministri Azir Aliu, duke komentuar kundërshtitë e BDI-s për këtë ligj. Aliu tha se një veprim i tillë mund të shënojë fillimin e rënjes politike të BDI-s, duke e larguar atë jo vetëm nga pushteti, por edhe nga skena politike. Kjo do të jetë historike për BDI dhe mendoj se do të jetë hapi i parë për të shkuar në histori përgjithmonë, jo vetëm në opozit BDI-ja, të jesh kundër një ligji për të definuar procese kombëtare është më shumë se sa vetvrasje politike dhe po të më pyetni si politikan, uroj që ta bëjnë këtë,
dhe uroj që t'jem përpara dhe uroj që të dali dhe sa më shumë të ne japin material neve si qeveri. Ndonse ka kaluar në lexim të parë, bllokim të ligjit përmes amendamenteve kanë paralajmëruar nga Bashkimi Demokratik për integrim në fazën e dytë të ligjit, gjatë debateve që do të organizohen në kuvent për këtë propozim ligj. Ministria e Brendshme ka reaguar ndaj incidentit të së hënës para ambasadës bullgare në vend, duke kapur autorin, ndërsa numri 1 policisë Pançe Toshkovski tha se rasti do të trajtohet me procedurë të përshpejtuar nga ana e prokurorisë. Nga ana tjetër, krerët e shtetit të Bullgarisë e kanë quajtur incidentin si sulm ndaj Sofjes zyrtare. Edhe ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski e dënoi fuqishëm aktin e djegjes së veturave të ambasadës bullgare që ndodhi të hënën në Shkup. Ai shpreh se autori është gjetur për një kohë shumë të shkurtë dhe se prokuroria tani do ta trajtojë rastin me procedurë të shpejtuar. Autori që dyshohet për djegjen e veturave në pronësi të ambasadës bullgare është identifikuar shumë shpejt. Është siguruar nga Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Agjencinë për Sigurinë Kombëtare. Edhe ato ishin të kyçur në kuadër të ndarjes së informacioneve kyçe e lidhur me këtë vepër penale dhe me sa kam informacione unë, me sa jam i njoftuar nga shefi i SPB Shkup, mendoj se prokurori do ta udhëheqë këtë rast me procedurë të shpejtuar. Për incidentin reagime ka pasur edhe nga fqiu bullgar. Presidentja Iliana Jotova atë e cilëson si sulm ndaj Bullgarisë. Ajo madje prej që eurodeputetët bullgar ta tregojnë këtë në seancën e Parlamentit Evropian, në të cilën do të debatohet për raportin mbi progresin e Republikës së Maqedonisë në rrugën e saj drejt BE-s. E dënoi kategorikisht djegjen e makinave diplomatike. Ky nuk është një vepër penale e zakonshme, por një sulm i papranueshëm ndaj një misioni diplomatik, i cili vë në pikpyetje aftësinë e autoriteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të garantuar sigurinë e misioneve të huaja diplomatike në përputhje me detyrimet e tyre ndërkombëtare. Edhe reagimi i qeverisë së RMV-s pas incidentit ishte i menjëhershëm. Si qeveri, thanë ata, duam të dërgojmë një mesazh të qartë se çdo tentativë për nxitje tensionesh, për hapje të urrëties apo sënim të sigurisë do të sankcionohet maksimalisht. Shteti ka kapacitet, shtuan ata, dhe do të reagojë me gjithë forcën e institucioneve, duke mos lejuar që individët caktuar ta dëmtojnë reputacionin e Maqedonisë. Rastin e dënoi edhe Ministria e Punëve të Jashtme. Sot është ndëshkuar një deklaratë e përbashkët për bashkëpunim intenziv në parandalimin e dhunës tek të rinjët. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska theksoi se dhuna në të shumtën e rasteve nuk fillon nga shkolla, por nga familja. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski theksoi se parandalimi i dhunës tek të rinjët nuk është një aktivitet i vetëm, por një proces i vazhdueshëm. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani theksoi se dhuna tek të rinjët nuk është problem i një institucioni, por është sfidë shoqërore e cila kërkon reagim të përbashkët dhe vendimtar. 5 ministri së bashku me institucione partnere, organizata jo qeveritare dhe antar të grupit kombëtar të punës për parandalimin e dhunës tek të rinjt nënshkruan sot një deklaratë me të cilën zotohen për bashkëpunim më intenziv në parandalimin e dhunës tek të rinjt. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska theksoi se dhuna në të shumtën e rasteve nuk fillon nga shkolla, por nga familja. Të rinjt nuk bëhen agresiv në shkolla, por agresionin më së shpeshti e bartin nga familja. Në procedurë parlamentare janë ndryshimet ligjore të cilat parashohin dënime me para për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve, tek të cilat vërtetohet dhunë mes bashkëmoshatarësh. Bëmë ndryshime ligjore me të cilat shkollat obligohen të planifikojnë aktivitete për promovimin e mirëqenies në shkolla, mbrojtje nga dhuna dhe diskriminimi. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski theksoi se parandalimi i dhunës tek të rinjt nuk është një aktivitet i vetëm, por një proces i vazhdueshëm që kërkon angazhim dhe koordinim të përditshëm midis të gjithë palëve relevante. Deklarata që po nënshkruajmë sot përcakton një kornizë të përbashkët veprimi mbi parimet e barazisë, mos së diskriminimit, përfshirjes, aksesueshmërisë dhe pjesëmarrjes aktive të rinjëve. Vetëm përmes bashkëpunimit të fortë ndërinstitucionale dhe reagimit në kohë mund të krijojmë një mjedis më të sigurt për të rinjt në shkollë, në komunitet dhe në internet. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani theksoi se dhuna tek të rinjt nuk është problem i një institucioni, por është sfidë shoqërore e cila kërkon reagim të përbashkët dhe vendimtar.
Parandelimi i dhunës tek të rinjtë kërkon qasje të koordinuar, sistematike dhe të përbashkët nga të gjitha institucionet dhe aktorët e shoqërisë. Të rinjtë duhet që në mënyrë aktive të marrin pjesë në krijimin e politikave, ndërsa institucionet duhet të sigurojnë mbështetje sistematike në fushat e arsimit. Edhe ambasadori i OSBE-s në Shkup, Kilian Vale, theksoi rëndësinë e partneritetit mes institucioneve dhe bashkësisë ndërkombëtare për parandalimin e dhunës dhe krijimit të një mjedisi më të sigurt për të rinjtë. Dokumenti u nënshkrua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Sportit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë dhe Ministria e Transformimit Digjital, dhe procesi realizohet me mbështetjen e OSBE-s. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF ka publikuar sot raportin e ri mbi klimën në të cilën janë ndarë dhëna shqetësuese për zhvillimin e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut. Raporti thekson se shëndeti i fëmijëve në vend rrezikohet nga faktorë të ndryshëm, ndërsa ndotja e ajrit mbetet rreziku, pasi pothuajse të gjithë fëmijët janë të ekspozuar ndaj ndotjes së dëmshme të ajrit. Ndotja e ajrit, valet e të nxehtit dhe thatësira janë 3 rreziqet më të përhapura të cilat e kanosin shëndetin e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut. Sipas raportit të ri global të UNICEF-it, të publikuar sot, fëmijët në Maqedoninë e Veriut janë gjithnjë më të ekspozuar ndaj rreziqeve klimatike, të cilat kur shoqërohen me valë të nxehta, thatësira dhe ndotje të ajrit e preken shumicën prej tyre. Raporti mbi rrezikun klimatik ndaj fëmijëve për vitin 2026 konstaton se kërcënimet klimatike tashmë janë të përhapura dhe ndikojnë ndaj shëndetit, zhvillimit dhe mirëqenies së fëmijëve në Maqedoninë e Veriut. Raporti tregon se 3/4 e fëmijëve përjetojnë thatësirë, prej 73%. Gati 9 në 10 fëmijë janë të ekspozuar ndaj valëve të nxehtit me 87% dhe pothuajse të gjithë fëmijët, 99.9%, janë të ekspozuar ndaj ndotjes së dëmshme të ajrit. Fëmijët në Maqedoninë e Veriut rriten në një klimë në ndryshim e sipër, ku për fat të keq nxehtësia ekstreme, thatësira dhe ajri i ndotur janë pjesë e jetës së përditshme. Ndon se vendi ka vënë në zbatim disa masa të rëndësishme për mbrojtjen e fëmijëve. Presionet klimatike shënojnë rritje dhe kërkojnë veprime urgjente për zvogëlimin e ndikimit të dëmshëm ndaj shëndetit, arsimit dhe mirëqenies së fëmijëve. Raporti në fjalë thekson se në të njëjtën kohë shumica e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut janë të ekspozuar ndaj më shumë se një rreziku klimatik, duke rritur kështu rrezikun e ndikimeve të përkeqësuara ndaj shëndetit, mësimit dhe zhvillimit të tyre të përgjithshëm. UNICEF bën thirrje për veprime urgjente klimatike të përqendruara tek fëmijët, duke pranuar se fëmijët preken në mënyrë disproporcionale nga rreziqet klimatike. Andaj duhet dhënë atyre përparësi gjatë hartimit të politikave klimatike. Sipas tyre, nevojiten veprime të vazhdueshme për t'i ulur më tej emetimet dhe për të trajtuar ndotjen e ajrit, për të forcuar qëndrueshmërinë e sistemeve shëndetësore, arsimit dhe mbrojtjes sociale, për të bërë ballë goditjeve klimatike, si dhe për të siguruar që fëmijët dhe adoleshentët të jenë të pajisur dhe të fuqizuar për të marrë pjesë në zgjedhjet klimatike dhe proceset e vendimmarrjes, të cilat ndikojnë në të ardhmen e tyre. Rreth 60 maturant në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë kapur duke kopjuar. Megjithatë, Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska shprehet e kënaqur se provimi shtetëror i maturës, siç thot ajo, këtë vit është zhvilluar në rendin dhe qetësinë më të mirë të mundshme me një numër dukshëm të reduktuar të rasteve të kopjimit. Ministrja theksoi se numri më i madh i maturantëve provimet i kanë dhënë të vetëdijshëm dhe ka keqpërdorime. Ajo u shpreh se organizimi i dhënies së provimeve në ambiente më të mëdha ka pamundsuar veprimet jo legale. Ajo informoi se nxënësit që janë kapur duke kopjuar do të kenë mundësi të hyjnë në provim përsëri në afatin e gushtit. Me të lavdërohemi se këtë vit matura shtetërore ka kaluar në rendin më të mirë, organizuar ashtu siç duhet të jetë. Pjesa më e madhe e provimeve po zhvillohen në hapësira më të mëdha ku nxënësit thjesht nuk kanë mundësi ta aplikonin veprimet e paligjshme. Këtë vit, për dallim nga e kaluara, kur kishim numër më të madh të nxënësve të kyçur në grupe në Viber, Telegrami, kështu me radhë nga 2 provimet vetëm 60 nxënës janë kapur duke kopjuar.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut njofton se është penguar importi 23.685 kilogramëve mish pule të ngrirë me origjinë nga Brazili. Nga agjencia thanë se në këtë pikë kufitare kthyen një ngarkesë prej mbi 26 tonësh kofsh pule të ngrira në Brazil për të njëjtën arsye në dhjetor të 2025-s. Për shkak të mos respektimit të vendimit për ndalimin e importit të kafshëve të gjalla, produkteve dhe nën-produkteve me origjinë shtazore me qëllim mbrojtje nga futja e virusit të gripit të shpendëve, shumë patogjen në vend ngarkesa e mishit të pulës së ngrirë u refuzua sepse ishte prodhuar në janar të vitit 2025 dhe sipas vendimit importi ngarkesave të marra nga kafshë të therrura, të ngarkuara dhe të certifikuara para 1 gushtit 2025 është i ndaluar, thonë nga AUV. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka prezantuar sot një investim të ri të kompanisë ndërkombëtare Kavo Automotive. Investimi ka vlerën prej 21 milion eurosh, ndërsa qeveria pretendon se këtë do të krijohen rreth 550 vende të reja pune. Kompania Java Automotive do të realizojë një investim të ri në zonën e lirë ekonomike dhe industriale në Tetov. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi ka përshëndetur këtë investim, duke vlerësuar atë si një dëshmi të qartë të besimit të investitorëve të huaj në ekonominë e Maqedonisë së Veriut. Durmishi tha se investimi ka vlerën prej 21 milion eurosh dhe pritet të krijojë mbi 500 vende të reja pune, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të rajonit të Pollogut dhe të gjithë vendit. Investim ky që paraqet edhe një tjetër konfirmim se vendi jon bëhet një destinacion gjithnjë me tërheqës për kompanitë që sillin teknologji bashkëkohore, kapacitete të reja prodhuese dhe vende cilësore pune. Është veçanërisht e rëndësishme që ky investim të realizohet në Tetov, në zonën industriale të Tetovës, zona e vetme zhvillimore teknologjike industriale në vend që është nën kompetencë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Ndërkohë, kryeministri theksoi se kjo kompani është multinacionale me mbi 4 dekada përvojë në industrinë automobilistike, e specializuar në prodhimin e sistemeve të sigurisë, kablove komanduese dhe mekanizmave për prodhuesit më të mëdhenj të automjeteve në botë. Aktualisht, kompania operon në Turqi dhe Evropën qendrore, duke furnizuar partner të njohur të industrisë automobilistike. Ai tha se eksporti vjetor pritet të arrijë deri në 45 milion euro. Sipas tij, ky investim nuk përfason vetëm shifra ekonomike, por edhe besim në institucionet, politikat ekonomike dhe stabilitetin e shtetit. Çdo investim të ri e shohim si pjesë të një strategjie më të gjerë. Ne nuk po ndërtojmë një ekonomi të bazuar në huamarrje dhe truke statistikore, po ndërtojmë një ekonomi që mbështetet në prodhim, investime, eksport dhe rritje reale ekonomike dhe për këtë arsye investimi i sotëm Kavo Automotive është edhe një tregues se po lëvizim në drejtim të duhur. Ky është një mesazh për çdo të ri që mendon të ardhmen e tij. Ky është një mesazh për çdo punëtor, inxhinier, teknik apo sipërmarrës. Ky është një mesazh se shteti po bëhet sërish një vend ku ja vlen të investosh, të punosh, të ndërtosh të ardhmen tënde. Në këtë konferencë për media foli edhe drejtori i Drejtorisë për zonat të zhvillimore teknologjike industriale Goce Dimovski, i cili deklaroi se bëhet fjalë për një projekt të planifikuar me kujdes dhe me perspektivë afatgjatë, i cili do të gjenerojë efekte gjithnjë më të mëdha ekonomike në vitet të ardhshme. Kavo Automotive është një korporat multinacionale që operon në industrinë e pajisjeve automobilistike, duke projektuar dhe prodhuar sisteme sigurie, mekanizma të ndryshëm dhe kablo operative për prodhuesit kryesor të automjeteve. Përveç Turqisë, kompania është e pranishme edhe në Kanada, Gjermani dhe Slovaki. Ai tha se institucioni që drejton do të vazhdojë të mbështesë investitorët ekzistuese dhe të tërheqë investime të reja, me qëllim që Maqedonia e Veriut të pozicionohet si një destinacion i njohur për investimet e huaja direkte dhe si një vend ku krijon mundësi të reja për zhvillim ekonomik. Kryeministri Hristijan Mickoski ka paralajmëruar edhe 10 investime të reja nga Turqia, të cilat, siç tha, do të vinë në zonat industriale teknologjike zhvillimore të vendit. Ai tha se pas forumit të biznesit të mbajtur në Stamboll ka marrë premtimin nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan që edhe kompanitë të tjera do të vinë të investojnë në Maqedoni.
Potencijalni investitori koji što eventualno bi došle od Republika Turcija, kako rezultat na onaj biznis forum koji što ga organiziravme, во периодот кој што следи, очекувам неколку десетици такви потенцијални инвестиции кои што ќе се операционализираат. Председателот Ердоган лично ми кажа дека ќе се заложи за што поголем број турски инвеститори да дојдат кај нас овде во Македонија, а нашата задача како држава, како македонска економија е сето тоа да го препознаеме и да отвориме нови работни места, а оние кои што се надвор од државата да се обидеме преку добро платените нови креирани работни места да ги вратиме дома. Drejtuesit e komunës së Çajirit kanë hapur sot edicionin e parë të manifestimit Ditët e Teatrit që do të organizohet në kuadër të Verës Kulturore të Çajirit 2026. Kryetari i Këshillit Komunal Muhamet Murtezi theksoi se Vera Kulturore është menduar si një program një mujor prej 1 qershori deri më 30 qershor, ku siç tha ai do të përfshihen edhe aktivitete të ndryshme. Komuna e Çajirit sonte do të bëj hapjen e manifestimit Ditët e Teatrit, që do të organizohet në kuadër të Verës Kulturore të Çajirit 2026. Komuna bëri të ditur se programi hapës do të fillojë me shfaqjen teatrore Gënjeshtra në interpretim të teatrit të Gjilanit. Kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, do të mirëpres kryetarin e komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, për të ndjekur së bashku shfaqjen dhe për të përcjellë mesazhe në mbështetje të bashkëpunimit kulturor ndërmjet dy qyteteve. Ndërkaq, kryetari i Këshillit Komunal, Muhamet Murtezi, theksoi se Vera Kulturore e Çajirit 2026 është menduar si një program një mujor prej 1 qershori deri më 30 qershor, ku siç tha ai, do të përfshihen edhe aktivitete të ndryshme. Ndërsa sot dhe 2 ditët në vijim janë ditët e teatrit në kuadër të Verës Kulturore të Çajirit. Do të ketë shfaqje sonte nga Gjilani, nesër nga Ferizaj dhe pas nesër në teatrin shqiptar do të jetë një shfaqje nga Shkupi. Për të vazhduar pastaj me koncertet e ndryshme. Tazëm me 19 do shtrohet Sofra Shkupiane në Shesh, ku do të performojnë disa emra të njohur të muzikës nga qyteti ynë, nga Shkupi dhe Maxher. Murtezi tha se gjatë ditëve të mbetura të qershorit do të organizohen aktivitete të shumta kulturore e artistike, me pjesëmarrjen e shoqërive kulturore artistike, si Ibe Palikuqe, Emin Duraku, Ilirida e të tjera. Ai përmendi edhe koncertin Në Dardani bie një tupan, ku pritet të mbahet më 25 qershor, festivali Lyra më 26 qershor, ndërsa sipas tij, manifestimet do të përmbyllen më 30 qershor me një koncert të madh festiv. Realisht, kur e kemi nisur si ide, ne kemi menduar qershorin si një muaj i plot, por veç tashmë është paraqit tazëm dikush që dëshiron një javë aktivitet të ketë në Shesh edhe në muajin korrik. Do të ketë shoqëri të ndryshme kulturo-artistike nga vendet ndryshme të Evropës. Pastaj besojmë që ndërkohë do të ketë edhe muajin ngusht, pse jo? Murtezi njoftoi se kjo që e ka filluar këtë vit është vetëm aktiviteti i parë dhe se synimi i tyre është që të bëhet tradicional gjithçka brenda kësaj që ata po e quajnë muaji i kulturës verore në Çajir. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar në rrjetin social në Facebook se Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ që lidhet me Sazanin dhe Zvërnecin. Rama i referohet edhe deklarimeve të komisionerës së zgjerimit të BE-s Marta Kosh, e cila ka folur për respektimin e standardeve dhe procesin në zhvillim. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin e Zvërnecin dhe vetë komisioneria Marta Kosh ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve, ka shkruar Rama. Ndërkohë, për më tepër se 2 javë po vazhdon protesta në bulevardin qendror të Tiranës me qytetarë dhe aktivistë që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama. Protesta nisi si reagim kundër projektit turistik në zonën e Zvërnecit dhe Sazanit, ka hyrë sot në ditën e 16 të saj. Organizatorët kanë njoftuar vijimin e protestave dhe në ditët në vijim, duke deklaruar se kërkesat e tyre mbeten të pandryshuara.
Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti ka thënë se pas përfundimit të procesit të numërimit të certifikimit të rezultateve zgjedhore, prioritetet do të jenë konstituimi sa më i shpejt të institucioneve të legjislaturës së re. Duke folur për procesin e zgjedhjes së presidentit ose presidentes, Kurti tha se lëvizja vetëvendosje nuk mund të realizoje vetë me këtë proces dhe se do të kërkohet bashkëpunim me partitë opozitare. Ai ka thënë se këtë herë shpreson në ndryshim të qasjes opozitare të cilën e ka fajsuar për blokadat që quan në zgjedhje. Për të ecur përpara, ka nevojë që të përfundoj sjellja refuzuese e opozitës, ndërkohë që ne e kemi në karakterin tonë si lëvizje prej se ekzistojmë, jemi bëj 21 vjeç këtë muaj, që të jemi edhe njerë për i theksoj kreativ, konstruktiv, aktiv. Po e përsëris që komunikimin me partit opozitare gjithmonë e kemi inisuar ne. Ne jemi ata të cilët e kemi bërë kërkesën për takime me ta vazhdimisht. Ne jemi të interesuar që shteti të ecë përpara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka thënë se Irani nuk do të ketë kurrë më një armë bërthamore bazuar në marrëveshjen e re. Duke folur në samitin e G7-s në Francë, Trump ka thënë se marrëveshja me Iranin po hyn në shkallën e dytë, por nuk ka ofruar detaje të tjera. Kemi marrëveshje të drejtë, është marrëveshje e mirë, ka thënë ai. Të hënën Trump u shpreh se marrëveshja për të dhënë fund luftës është nënshkruar. Ministri i jashtëm iranian ka thënë se negociatat për fazën finale do të nisin në Zvicër të premten. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se diskutimet për programin bërthamor të Iranit pritet të nisin këtë javë, gjithçka do të varet nga zotimet e Iranit në marrëveshjen e re. Çmimet e naftës kanë vazhduar trendin e rënjes edhe këtë të martë, teksa tregjet po peshojnë mundësinë e rifillimit të furnizimeve përmes ngushticës së Hormuzit krahas pasigurive në tregun fizik dhe mungesës së detajeve rreth një marrëveshje paraprake për përfundimin e konfliktit me Iranin. Nafta Brent në kontratat e ardhshme ka rënë në 25 cent ose 0.3%, duke u vendosur në $82.92 për fuqi, ndërsa West Texas Intermediate ka shënuar rënje prej 9 centësh ose 0.1% në $80.66 për fuqi, shkruan Reuters. Edhe një ditë më parë, çmimet e naftës kishin rënë me rreth 5%, duke arritur nivelin më të ulët që nga 4 mars, sipas deklarimeve të presidentit amerikan Donald Trump për një marrëveshje mirëkuptimi që synon përfundimin e luftës mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, ndonëse pa detaje të plota të bëra publike. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.